për të na nderuar dhe për të ndarë dhembjen me ne, kanë ardhur edhe përfaqësues nga Kuvendi Komunal i Kaçanikut. Andaj, në emër të tyre paraqitet Besim Ilazi, kryetari i Komunës së Kaçanikut. Të nderuara familje dhe dëshmorëve, të nderuar hetror, veteran dhe invalid kursisht shqiptarë të Kosovës, të nderuar mysafirë pranishëm këtu. Lejoni që në emrin të struktura komunale që përshëndes gjithë të pranishëm këtu. Na bashkon sot përjetori i përkujtimit të dëshmorëve të fshatit tuaj, anë fshatin Kotlin. Dëshmorët e kombit janë historia më e lavdishme e popullit tonë, andaj me krenari dhe me vlera tyre të përfitojnë për gjithmonë. Në bashkoj lavdia dhe kujtimi mbi ta dhe vepra madhështore tyre në shërbim të adheut dhe ideal për bashkimin e tyre që do t'i përkujtojmë brez pas brez dhe deri në përmbarim. Dëshmorët e kombit janë lavdia më e madhe e kombit që duhet çmuar dhe nuk duhet harruar. Ne gjithmonë kur përkujtojmë dëshmorët, gjithmonë kthehemi prapa dhe përkujtojmë vitet e kohës së lavdishme, ku pikërisht fal guximet të mërisë të këtyre djemve nisën rrugën të cilën e kishim ja të vështirë, të cilën pakush e besoi dhe e tregoi të vërtetën. Andaj këta ishin djemë, të cilët më shumë e dashnin jetën se sa vdekjen, por më shumë e dashnin lirinë se sa rrugëninë. Andaj nuk u nisën nga kjo rrugë, ata vendosën sakrificën, rrugën e sakrificës pa e llogaritur çmimin. E çmimi i tyre ishte lavdia për ne që tonë kryojmë sot. Andaj mendojmë që luftëtarët e lirisë, dëshmorët e kombit sot ja dhanë lumturinë brezëve të arshëm, por megjithatë e siguruan edhe lavdinë e përjetshme në një shkollë më të lartë të pandarimit. Andaj mendoj që edhe ne sot, pikërisht në themelit e gjakut të tyre, po ndërtojmë një shtet demokratik, do ndërtojmë një shtet të fortë ashtu siç e patën idealin e tyre. Shpesh herë ne në jetën e përditshme politike dhe shoqërore do të kemi mosmarrëveshje, do të kemi kritika, mospajtime të ndryshme. Por gjithmonë mos harrojmë se busulla më e saktë orientuese për ne është lapidarët dhe dëshmorët e kombit, vepra dhe lavdia e tyre. Andaj janë një herë lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi dhe merit për çdo ata të cilët kontribuan për çështjen kombëtare. Faleminderit. Dëshmorët tradicionalisht janë përkujtuar me këngë virsha. Prandaj, edhe në këtë manifestim kemi përgatitur një program kulturo-artistik që do të prezantohet nga nxënësit e shkollës sonë. Andaj, programin e filloi me vjershën 24 marsi, e rrezituar nga nxënësit e klasës së 4, Endrit Loku dhe Merime Loku. Gjithashtu, vjershën me titull Rritur me bukë Kosove e reciton Jetmir Kuqi. Njëzet e 4 marsi, i kushkurti, hyri marsi, djelin gro për dit më shumë. Nga kopshtet e adheut, një të flulli, ti sjellur. Që te bukur, që pranvet, e 14 po i sot. Luftëtarët e Koçninës, i kujtojnë mat për mat, po lumbat shoh në dritare. Një dalandyshe që kishtë në gjanë, po pres të vinë një pranver e madhe, bashk me lirin ma thjesht baban. Na mori madhi për ju dëshmor, buzëqeshja juaj na mungon, po i fluturua si zëzvirije, u bët engjë rezistan. Shikoj lullet e pranverës, njëllën nga siri më pikon, letën e dojnë në morën Koçninës, se kur Kosova si haron. Rritur me bukë Kosove, në natë otrima, juve ju këndua një luva, ju përkondon në djetë në përkuva, sofrën u ashtruat me bukë kryt me zemër, që ju, kur mos harroni, toja nemër.
të rritër me bukë Kosove, bjellë në aratona, në këtë të roje, brandjepit, ati apë në gjak, amanetin o rëfej gjyshi plak, rëfime në gjenda të lasht të histori, se si duhet të viset për njëri, besën e dhe atliotrima që në djetë, se për atë keni për të vdek, në nam me qumsht, juve u rriti në gjinë, ujë në kësaj toke, në kraje keni pi, ju dëshmorët i liris të kësaj toke, rritur me bukë Kosove. Në një monolog kushtuar Kosovës, paraqitet nxënësi Lavdim Loku. Vëllezër e motra, ditë e madhe erdhi, ajo ditë e shumë pritëm nga shumë breza, ajo ditë për të cilën është derdhur shumë gjak, por ne patëm fatin dhe të prenim, ditë e pavarësisë. Neve na kanë mbretur edhe shumë punë tjera që presin zgjedhjen nga ne, andaj edhe unë. Tani jam gati të vdes që sot, se rojnë nga mot, mbitur në gjak, por jam e los. Por këtë dhe që e kam si fe, e për mbi fe, e kam vatan, e kam atë dhe, e po buqas me zë ka bo, sa të të gjahet në qellë lërë, sa të të gjahet furë e kre, kush gjak shqiptori, kom dërdej, shaban vlor. Destan babo, ti kom biri shqipotar, ti kom kosovar ti i ri, ti në pleqëri, bohu gati për vluk për liri, bohu gati për shqiptari, se jam këtu kur s'kesh njeri, as kufi as i zi, nga një det në tjetrin det, isha zot, vet, jam këtu që nga moti, që kur vetë zot je bëri, fushën fush, e malin mal, jam këtu e do të jem, derit dem baba dem, se mali të bedhi, e hiri, mal për të ri. Programin e vazhdoj me vjeshën Kosovës, të cilën e reciton nxënësja Eliza Loku. Si dhe nxënësja fitore Loku e reciton vjeshën me titull Dëshmorët. Kosovë, të këndoja kur vuaje, e lidhur me zingjir, pse të mos këndoj sot, kur jetoj më mirë, sa gjëra nuk fate, sa ende nuk e, por do t'i kesh, puniste e madhe je, ku vetë mashën, njerëzit e tu punojnë, që dritat nga njej, e rësirën për herta do bojnë, ku dorë për dore, në bashkim e vllazërim, e si mandej nga dashuria në prim. Mbura me ty, je krenia jonë për jetë, me ty dhe popullë em, ditë më të mira gjithë. Dëshmorëve, dëshmorët janë legjenda prore, dritë rëzatojnë, ato kur nuk vdesin, në përjetësi kalojnë. Dëshmorët kanë një datë, tjera jo se ekzistojnë. Dëshmorët kanë një datë, tjera jo se ekzistojnë. Ajo shënon ditëlindjen në QK-s, në krenari i kujtojnë. Dëshmorët kanë vetëm një emër, ato kanë vetëm një kryefjallë, liri, dielli që rrezon dritë, ato janë të gjallë. Dëshmorët janë me ne çdo ka, ato një titull kanë marrë, legjenda për të mbetur, shekuj dhe me radhë. Në përjetësi kalojnë, ato janë të gjallë. Në krenari i kujtojnë, shekuj me radhë.
Për të begatuar programin e këtij manifestimi, grupi vallëtarëve të shkollës kanë përgatitur një valle popullore. T'i ndjekim. Thank you.